Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama siguroi një trajtim më të mirë për mirëqenien dhe kujdesin e rreth 16.000 fëmijëve me aftësi të veçanta. Nga konferenca rajonale për përshpejtimin e reformave të kujdesit për fëmijët të drejtë antarësimit në BE, kreu i qeverisë tha se nëpërmjet garancisë evropiane synohet që të krijohen kushtet për shanse dhe mundësi të barabarta për çdo fëmijë. Ai tha se qeveria do të rrisë financimet për këta fëmijë. 270 turistë nga vende të ndryshme të botës zbritën sot nga kruazjera e parë e mbritur në Sarandë për këtë sezon. Sipas kalendarit të ardhjes së kruazjerave për këtë vit, pritet që e fundit të prek kalatën e Sarandës në fundin e nëntorit 2025. Turizmi në Gjirokastër po sjell jo vetëm vizitor, por edhe rikthime të rëndësishme. Sot ju njohim me historinë e Vaso Xhumbit, kuzhinierit që pas 30 vitesh emigracion në Selanik është kthyer në vendlindje për të punuar në pazarin e Gurt. Enciklopedi e filmit shqiptar 1904-2022. Libri i studiueses dhe arkivistes Irini Asjeri promovohet në qytetin e saj të lindjes Gjirokastër. Ishte Universiteti e Qerem Çabej që organizoi aktivitetin ku pjesëmarrësit e kanë vlerësuar botimin e saj si një vlerë të shtuar për kinematografinë shqiptare. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama siguroi një trajtim më të mirë për mirëqenien dhe kujdesin e rreth 16.000 fëmijëve me aftësi të veçanta. Nga konferenca rajonale për përshpejtimin e reformave të kujdesit për fëmijët të drejtë antarësimit në BE, kreu i qeverisë tha se nëpërmjet garancisë evropiane synohet që të krijohen kushtet për shanse dhe mundësi të barabarta për çdo fëmijë. Ai tha se qeveria do të rrisë financimet për këta fëmijë. Edi Rama garantoi mbështetje financiare për fëmijët me aftësi të veçanta. Gjatë fjalës së tij në konferencën rajonale për përshpejtimin e reformave të kujdesit për fëmijët në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian, ai tha se garancia evropiane synon mbështetjen për vendet në periudhën e paraantarësimit. Adresimi i situatës së 16.000 fëmijëve me aftësi të veçanta, të cilët janë përfitues të skemave të reja të mbështetjes, meritojnë një rritje të mbështetjes nga ana jonë. Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit janë duke punuar aktivisht që të rrisin numrin e mësuesve special, hapjen e klasave të para për fëmijët që janë të shtruar në spital. Ndërkaq, ministra e Shëndetësisë Albana Koçiu shpreh se fondi për mbështetjen sociale është dyfishuar nga 130 në 260 milion në këto vite, por nevojitet rritja e angazhimit të shkollave duke rritur numrin e mësuesve special. Buroja jon sociale do të vazhdojë të shtrihet dhe me 40 shërbime të tjera të domosdoshme në rajon. Çeku i bebes, një politikë të cilën e kemi nisur qysh herët. Ajo që synojmë është që ta ridimensionojmë këtë politikë për ta bërë një mbështetje të përhershme për gjatë 18 viteve të para të jetës për çdo fëmijë, pavarësisht statusit social-ekonomik të tij. Konferenca rajonale për fëmijët mblodhi në Tiranë përfaqësues të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si një moment për të koordinuar veprimet dhe masat ndërmjet tyre në mbështetjen e detyrimeve për të drejtat e fëmijëve. Thirrja për aplikime në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për 2025 do të hapet më 14 prill dhe do të qëndrojë hapur deri në 30 maj. Drejtoresha e Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, Ardita Kuçi, bëri të ditur se sot skema kombëtare synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, të rrisë prodhimin vendas dhe të përmirësojë konkurrueshmërinë e produkteve shqiptare në treg. Ndërkohë do të ndjekim promoncimin e zonjës Kuçi. Të nderuar fermer, ju informoj se thirrja për aplikime në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2025 do të hapet më 14 prill dhe do të qëndrojë hapur deri më 30 maj. Skema kombëtare synon të nxjisë zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë, të rrisë prodhimin vendas dhe të përmirësojë konkurrueshmërinë e produkteve shqiptare në treg. Nga kjo skemë mund të përfitojnë fermerët individual, grupimet e fermerëve, të cilët si vitin e shkuar do të përfitojnë të parët pagesë dhe do të paguhen në 100% të vlerës së aplikuar. Personat fizik dhe juridik,
si dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Skema përfshin 8 masa mbështetëse. Pagesa për gjedhë të matrikulluar dhe viça. Pagesa për tufën bazë të matrikuluar, dele dhe dhi. Mbarshtimi bletarisë. Pagesa për prodhimin dhe kultivimin në ambiente të mbrojtura për perime, rrush për tavolina dhe lule shtrydhe. Përfitojnë pagesë shtesë fermerët që përdorin kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve dhe lule shtrydheve. Pagesa për kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike. Fermat organike. Implementimi dhe certifikimi Global Gap, si dhe mbështetja për naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi. Të gjitha kriteret dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim mund t'i gjeni në faqen zyrtare të AZHBR. Për çdo pyetje apo informacion shtesë, jemi në dispozicionin tuaj. Mund të drejtoheni pranë agropikave dhe zyrave rajonale të AREB, ku specialistët tanë do t'ju asistojnë gjatë gjithë procesit të aplikimit. Gjithashtu, mund të na kontaktoni pa pagesë në numrin e gjelbër 0800 83 83 ose të na shkruani në adresën tonë zyrtare info@azhbr.gov.al. Për të qenë të përditësuar hap pas hapi, ju ftojmë të ndiqni edhe komunikimet tona në rrjetet sociale. Procesi i aplikimit do të kryhet online përmes portalit i Albania dhe është i mundur për gjatë 24 orëve, duke nisur nga ora 8 e datës 14 prill deri në orën 24 të datës 30 maj. Ju uroj suksese në aplikimet tuaja. 270 turistë nga vende të ndryshme të botës zbritën sot nga kruaziera e parë e mbërritur në Sarandë për këtë sezon. Sipas kalendarit të ardhjes së kruazierave për këtë vit, pritet që e fundit të prek kalatën e Sarandës në fundin e nëntorit 2025. Mëngjesi i këtij 9 prilli ka sjellë në brigjet e Sarandës tragetin e parë të sezonit 2025. Mësohet se është një kruazier gjermane, pasagjerët e së cilës janë charteruar nga kompani franceze. Ka janë 270 persona on board. Ardhja është gjermane, është charteruar nga një kompani franceze, të cilët kanë marrë charter anjen dhe erdhën drejt brigjeve të Sarandës, nesër janë në Vlorë dhe pas nesër në Durrës. 270 turistët e kombësive të ndryshme lanë bordin e anijes plantur dhe të ndarë në disa grupe realizuan guida turistike sipas interesit turistik. Fokusi i tyre ishte qyteti antik i Butrintit, pika të ndryshme të pelegrinazhit turistik brenda qytetit të Sarandës, si sinagoga ebraike, muzeu i traditës, galeria e artit e të tjerë si dhe Syri Kaltër, repet e Karahaxhit e të tjerë. Plantur është e para kruaziere sezonit 2025 pas anulimit të lundrimit drejt portit të Sarandës të dy të tillave. Sipas operatores turistike Anila Angjeli, shkaki i anulimit të tyre është kapaciteti limituar i kalatës së portit të Sarandës, për të cilën shpresohet investim për zgjerimin i kërkuar ndër vite nga autoritetet portuale. Urojmë të na ndërtojnë dhe një port të madh. Mund të akomodojmë më shumë se shumë anullojmë për faktin që në kemi mungesë të portit. Kapacitetet e pamjaftueshme të kalatës për akomodim kruazierash identifikohet si arsye që numri i tyre për këtë vit ka një rënje krahasuar me një vit më parë. Sipas kalendarit të ardhjes së kruazierave për këtë vit pritet që e fundit të prek kalatën e Sarandës në fundin e nëntorit 2025. Ksamili edhe këto ditë pranvere mbetet një nga destinacionet më të vizituara në jug të vendit nga turistët e huaj. Shumë prej tyre thonë se janë njohur me Ksamilin përmes rrjeteve sociale, ku promovimi që i bëhet zonës e shtyn të përfshin këtë perlë të jugut në itinerarin e tyre në Shqipëri. Edhe pse vera ende nuk ka mbërritur, Ksamili vijon të jetë një nga destinacionet më të vizituar nga turistët e huaj. Në këto ditë pranvere të huajt kanë nisur të zbarkojnë në këtë zonë bregdetare, duke sjellë një atmosferë të gjallë në rrugët dhe plazhet e qeta të Ksamilit. Pamja e kristalt e detit dhe qetësia që ofron natyra në këtë periudhë e bëjnë Ksamilin turistik një zgjedhje ideale për pushimet pranverore. Ne udhëtojmë shpesh dhe kërkojmë vende të veçanta për të kaluar pushimet. Ksamilin e zgjodhëm për bukurinë natyrore që ofron, ndihemi shumë mirë dhe do ta rekomandojmë edhe tek miqtë tanë. Pranvera është perfekte për të vizituar Ksamilin. Është më e qetë, më freskët dhe mund të shijosh më mirë natyrën dhe zonat përreth pa nxitim. Është një eksperiencë shumë relaksuese.
Nuk janë vetëm plazhet mahnitse ato që i tërheqin turistët në Ksamil. Gjatë pranverës vizitorët e huaj shijojnë bukuritë natyrore, shëtitjet në natyrë dhe vizitat në site turistike pranë, si Parku Kombëtar i Butrintit apo ishujt e vegjël të Ksamilit. Not in summer, probably too many people. Pas disa kërkimeve në internet dhe rrjetet sociale, vendosëm ta përfshim në itinerarin tonë në Shqipëri, na surprizoi për mirë, jo vetëm për detin dhe plazhet, por edhe për afërsinë me Butrintin. E kishim parë Ksamilin në shumë video dhe foto në rrjetet sociale dhe na dukej si një vend i bukur për të pushuar. Kur erdhëm kuptuam që realiteti është edhe më i bukur se ajo që kishim parë online. Uji është i kristalt, natyra është e mrekullueshme dhe atmosfera shumë e qetë. Shumë nga turistët e huaj thonë se për herë të parë janë njohur me Ksamilin përmes promovimit që i bëhet në rrjetet sociale. Fotot dhe videot që qarkullojnë në Instagram, TikTok e të tjerë janë ato që i nxisin të përfshin këtë perlë shqiptare në itinerarin e tyre. Prilli ka dhënë trokitjet e para të një sezoni që nis më herët dhe është premtues për flukse shumë të larta turistike këtë verë. Strukturat hoteliere thonë se mbi 80% e prenotimeve të bëra online janë një indikator pozitiv për turizmin në Sarandë. Strukturat hoteliere të ndodhura në vijën e parë mbi pedonalen e Sarandës duket se janë më përpara si me mbylljen e përgatitjeve për sezonin e ri, edhe me prenotimet online që kanë marrë deri tani. E përbashkëta informacionit që na u ofrua nga recepsionet e tyre ishte se mbi 80% e prenotimeve bëhen online. Dhe në muajin prill punojmë po një lloj siç kemi punuar me majin apo dhe qershorin vitet e tjera. Në hotelin ton dhe nisim këtë sezon me grupet e para norvegjeze. Pas prillit, majit janë përgjithsisht prenotime të cilat vijnë direkt ose në website-in e hotelit ton ose nëpërmjet platformave shumë të mirënjohura siç është Booking. Këtë vit mund të themi që fillon më shpejt sezoni, prill mund të jetë një përqindje shumë e vogël, ose mund të jenë ata që të huaj që jetojnë këtu, ose që thjesht vinë për çështje pune, sepse kanë filluar edhe bizneset që neve kemi ndërmarrë më të huaj. 80%, 90% janë në bazë të teknologjisë, në bazë të rezervime online. Për këtë sezon kemi shumë kërkesa, si online, si dhe fizikisht. Pavarësisht se unë jam hapur gjatë gjithë periudhës, por prap duhet marrë masa për fluksin e madh që do na vi. Në aprill kemi marrë shumë sinjale të mira. Pothuajse është 70%, më shumë se vitin e kaluar. Lokacioni këtyre hoteleve në afërsi me shëtitoren dhe me detin vlerësohet si avantazh pasi turisti parapëlqen qendrën e qytetit, ku edhe shërbimet merren më me lehtësi dhe duke mos shpenzuar kohë. Njerëzit e kërkojnë këtë gjë, njerëzit kërkojnë të jenë sa më afër bulevardit, sa më afër plazheve publike, sa më afër klubeve apo restoranteve, ne jemi afër pothuajse çdo gjëje. Këtu jemi më afër se kudo. Sinjalet pozitive që kanë marrë se pritet një sezon me prurje intensive janë bërë nxitse për hotelerin që edhe standardi i shërbimit dhe oferta e tyre të përmirësohet përmes investimeve serioze në kushtet e akomodimit. Në 3 vitet e fundit gjithmonë kërkesa ka qenë në rritje dhe ka qenë pikërisht kjo kërkesë që na ka shtyrë edhe ne si vjet të bëjmë një rikonstruksion total të hotelit për të rritur shërbimin dhe cilësinë në ofertën tonë. Mungesa në staf kudo është e ndjeshme, por në hotelet që funksionojnë si biznes familjar, zgjidhjen e shikojnë tek vendimi për ta kompensuar mungesën e gjysmës së stafit me 2 fishim të punës së tyre në biznes. Kemi shumë mungesë ndaj stafit dhe jemi 50-50. Unë kam biznes familjar. Dhe dua që personi që të punoj këtu të jetë familjar. Nuk dua të jetë i huaj. Pse duhet të vijë i huaj nga në anës dhe të punoj këtu? Kur shumë veta janë këtu dhe nuk duan të punojnë. Do punojnë vetë më shumë, që ta përballojmë. Pothuajse në çdo hotel, prilli ka dhënë trokitjet e para të një sezoni që nis më herët, është më premtues për flukse shumë të larta turistike këtë verë dhe se kudo presin që sezoni të ketë zgjatje më të madhe në kohë në muajt e vjeshtës. Turizmi në Gjirokastër po sjell jo vetëm vizitor, por edhe rikthime të rëndësishme. Sot ju njohim me historinë e Vaso Xhumbit, kuzhinierit që pas 30 vitesh emigracion në Selanik, është kthyer në vendlindje për të punuar në pazarin e Gurt. Pas 30 vitesh emigracion në Selanik, Vaso Xhumbi, një nga veteranët e kuzhinës gjirokastrite, është rikthyer në qytetin e tij të lindjes. Me përvojën dhe pasionin që ka shoqëruar gjatë gjithë jetës, ai ka gjetur sërish vendin e vet në pazarin karakteristik, aty ku shihet tradicionale, por rigjallërohen fal zhvillimit të turizmit.
Felisa pa qef, s'kisha qef në fitin të bëjësha kuzhinjer, për pasaj u dashuro më përqeo. Mbarova shkollën e kuzhinjerëve 2 vjetë në Tiranë, erdha në turizmin e Gjirokastës, punova një 4-5 muaj, ika ushtarë, ktheva prapë, punova deri në 91-shin ika në Greqi. Atëherë ishte, për mendimin isha shumë i kënaqur dhe bile ato vitet nuk vinë më. Vaso kujton me mall sfidat dhe sukseset e emigracionit, por thekson se gjithmonë ka pasur një pjesë të zemrës në Gjirokastër. Punova në Janin ja 2 vjetë, dhe janë 2 lokale shumë të mira të Janinës, pastaj ika në Selanik. Nga Selaniku ika në Thasor, në Ishull, në Behar, punoj 35 vjetë në një hotel në Ishull. Shumë i kënaqur unë, kënaqur ata. Në Selanik kisha hapur restoranin tim edhe kam dhe lokale të mira në Selanik. Ai u punësua në një biznes lokal dhe tani ofron shijet tradicionale për vizitorët vendase të huaj, duke sjell me vete përvojën dhe dashurinë për kuzhinën. Erdha kështu për një kafe, edhe u prezantua me djemt këtu me pronarët, edhe biseduam kështu dhe më thanë mund të vish, i tash mund të vi për një kohë të shkurtër, po duke si ngele për kohë të gjatë. Dhe në fund ai ka një mesazh për të rinj që janë emigrim. Për mendimin tim këtu shumë mirë, nuk ka ndryshuar gjendja, nuk është ajo që ishte në kohën e 91-shit. Vetëm ka filluar edhe pagat janë rritur dhe kushtet janë shumë të mira. Këtu ka restorante që edhe në Greqi nuk i gjen. Shumë moderne. Vaso Xhumbi është rikthyer aty ku e nisi, me shumë përvojë dhe dashuri për kuzhinën e qytetit të tij Gjirokastra. Në shkollën profesionale Antoni Athanase në Sarand ka nisur praktikat për nxënësit e Hoteliri Turizmit. Përfaqësues të këtij institucioni theksojnë se kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me 57 biznese partner, të cilët do t'ju vinë në ndihmë studentëve për të praktikuar për të ardhmen. Gjatë kësaj periudhe, shkolla profesionale Antoni Athanase nis praktikat për të gjithë nxënësit e Hoteliri Turizmit. Drejtoresha pranë këtij institucioni bën me dije se kanë nënshkruar edhe marrëveshje bashkëpunimi me 57 biznese partner. Prilli dhe maj janë muajt kur ne bëjmë praktikat, sepse dhe bizneset që përgatiten për sezonin turistik dhe kanë filluar gjatë turizmin, kanë më shumë nevojë për nxënësit dhe nxënësit për të mësuar, sepse në këtë periudhë shefat janë pak më të lirshëm nga piku i sezonit për të marrë me nxënësit dhe për të mentoruar dhe monitoruar praktikat e nxënësve në këto biznese. Praktikat që ofron shkolla e mesme profesionale janë një mundësi tepër e mirë për të gjithë ata nxënës që studiojnë turizëm. Gjatë periudhës së 2 mujore të praktikës, ata kanë fatin të punojnë dhe të marrin eksperjenca nga mastershefa shqiptar dhe të huaj. Ne kemi marrëveshje bashkëpunimi me shumë biznese, deri sot, vetëm sot janë bërë 2 marrëveshje të reja, në total kemi rreth 57 biznese partner të shkollës, por që kemi një synim që i vën edhe nga akva për deri në fund të vitit të kemi 100 partnere biznesi. Praktika është një mundësi shumë e mirë për nxënësit, sepse ai e merr direkt në vendin e punës praktikën dhe e merr nga masterchefat më të mirë që ne kemi sot në turizëm. Për fat të mirë, në shumë biznese të fuqishme, të cilat ne i kemi partnera, kanë ardhur sot nga masterchefat më të mirë në botë. Për krah atyre shefave tanë të mrekullueshëm që i kemi, ka edhe shefa që kanë ardhur nga vende të tjera të botës dhe kanë sjellë eksperiencat e vendeve të tyre. Këtë shkolla ofron një qasje praktike të orientuar drejt aplikimit për arsimin, duke siguruar që studentët të jenë të përgatitur mirë për të hyrë në fuqinë punëtore. Enciklopedi e filmit shqiptar 1904-2022, libri i studiueses dhe arkivistes Irini Asqeri, promovohet në qytetin e saj të lindjes Gjirokastër. Ishte Universiteti e Qerem Çabej që organizoi aktivitetin ku pjesëmarrësit e kanë vlerësuar botimin e saj si një vlerë të shtuar për kinematografinë shqiptare. Aktiviteti kinematografik shqiptar i periudhës 1904-2022 vjen tashmë i përmbledhur në një botim voluminoz nga Irini Asqeri, të cilin e ka titulluar Enciklopedi e filmit shqiptar. Për të realizuar këtë libër 1200 faqesh, autore si është dashur një punë gjatë kërkimore që nga hapat e parë të kinematografisë në Shqipëri deri në ditët e sotme.
kam trajtuar filma kronikal, dokumentar, artistik, të animuar, filma televiziv, dokumentar dhe artistik, filma me iniciativë private, filma të studentëve të Akademisë Marubi dhe të Universitetit të Arteve, Fakulteti i Artit Skenik. Gjithashtu kam trajtuar festivalet e filmit shqiptar, skenart e paralizuar dhe filmat e censuruar. Për këtë, ai është një libër shterus, gati shterus. Kjo nuk do të thotë që nuk do të ketë akoma studime tjera më mbrapa. Mund të ketë studime duke u bazuar pikërisht këtu dhe unë këtë e kam renditur, do me thënë e kam plotësuar me referenca të shumta në mënyrë që studiuesit të gjejnë me lehtësi të dhënat që unë kam gjetur dhe kam punuar me vitet të tëra gati 10 vjet. Gjatë aktiviteti promovues të organizuar nga Universiteti Gjirokastrës, pjesëmarrësit e kanë vlerësuar veprën si një mundësi për të njohur më shumë rreth historisë dhe zhvillimit të filmit shqiptar. Është një nga ngjarjet më të rëndësishme në kulturën shqiptare, pasi shënon aktin e parë që ne kemi një monument të kulturës tonë kombëtare në zhanrin e kinematografisë. Një kom pa kujtesë kombëtare është i destinuar të vdesë. Sigurisht që kjo është një punë voluminoze, ka mbi 10 vjet që autorja Irena Aseri ka punuar mbi këtë vepër, dhe ky është një shembull unik se si njerëzit që duan artin, njerëzit që duan kulturën, profesionistët e vërtet i shërbejnë ateut. Si sot, 78 vjet më parë është bërë shtetëzimi i kinemave në gjithë Shqipërinë, ndërsa një ditë më vonë u krijua ndërmarrja kinematografike shqiptare e cila mori në administrim të gjitha kinemat të cilat autorja i ka trajtuar edhe në këtë libër. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajemi së bashku dhe miru takofshim.